Nga 1 janar i vitit 2026, një tjetër grup biznesesh do të liberalizohet, duke dalë në tregun e lirë të energjisë elektrike. Janë rreth 2400 abonentë të lidhur në nivel tensioni 6 kV, të cilët nga 1 janar 2026 duhet të kenë patjetër një furnizues tregu të lirë. Një ndër ta është dhe FTL. Furnizuesi i tregut të lirë është një ndër operatorët që bizneset mund të lidhin kontratë për energjinë elektrike. FTL ofron për 18.36 lekë pa TVSH, e dimtë se e kemi përsëritur dhe në 25 dhe në vitin 2024. Ky çmim do ngelet fiks dhe për vitin 2026. Ndërsa përsa i përket ofertës të furnizuesve të tjerë, i kanë të shfaqura të publikuara në ente regulator dhe patjetër mund zgjedhin një furnizues tjetër që mbase mund të ketë një çmim dhe më kompetitiv, por historia ka treguar që nuk kanë qenë serioz në kuptimin e sigurisë së energjisë gjatë gjithë vitit. Me daljen e grupit të fundit të bizneseve në tregun e lirë të energjisë në janar, do të mbyllet edhe procesi i liberalizimit i nisur që prej vitit 2018. Furnizimi në treg të lirë do të thotë që shteti nuk është më i detyruar të furnizojë këta abonent, sepse konsiderohen si mjaftueshëm të aftë për të gjetur kompani dhe për të negociuar kontratat e tyre me çmimet përkatëse të tregut, sipas securisë së bursave.